Pas dhurimit të 105.000 m2 magazinave dhe trojeve të rezervave të shtetit në Labinot Fush të Elbasanit për kompaninë Rozafa të peshkatarit trafikant Gjergj Luca, kryeministri Edi Rama i zhvërsulur tashmë disa magazinave të tjera të rezervave të shtetit në zonën e Lundrës në Tiranë. Me vendimin nr. 722 datë 3 dhjetor 2025 të firmosur prej tij, Rama i ka hequr Komisionit Qendror të Zgjedhjeve 4 ndërtesa që përdoren si magazina arkiv për kutitë e votimit dhe materialet zgjedhore, duke ja kaluar administrimin Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Sipas informacionit që ka siguruar pamfleti, këto 4 magazina të rezervave të shtetit në Lundër, me sipërfaqe 3.152 m2 janë piketuar për të dhuruar një kompanie të lidhur me kryeministrin, si vijimi komplekseve të vilave, pallateve dhe hoteleve të ngritura në atë zonë. Kjo sipërfaqe shtetërore lakmohet prej disa ndërtuesve të afërt me Ramën, por nuk përjashtohet mundësia që si shpërblim pazaresh politike me Sali Berishën, Truallit i kaloi kompanisë Kontakt SHPK të pandeurve Fatmir Bektashi dhe Jamar Bërmalltezi, të cilëve Rama u ka dhënë leje për komplekse banimi në të njëjtën zonë. Me hyrje në fuqi të vendimit qeveritar, 4 godinat dhe trualli i tyre janë marrë në administrim nga Dritana Golli, drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit, i njohur për zbatimin e pazareve të Ramës me pasuritë dhe fondet publike. Në pikën numër 2 të vendimit të qeverisë thuhet se Fondi Shqiptar të Zhvillimit i ndalohet të ndryshojë destinacionin e përdorimit të objekteve, por si në çdo rast tjetër të grabitjes së pronës shtetërore përmes VKM-ve, ky është një përcaktim formal dhe i përkohshëm. Siç ka ndodhur në të gjitha rastet e mëparshme, do të jetë përsëri Edi Rama ai që do ta ndryshojë shumë shpejt vendimin, duke i kaluar objektet dhe truallin për zhvillim urban te bizneset private për pallate, kulla dhe vila. Kështu është vepruar me rezidencat qeveritare në Bregdet, me pallatin e sportit Aslan Rusi, me shtëpinë e fëmijës Zyber Allulli, me stadiumet në Tiranë, Durrës, Vlorë, Korçë, me truallin në portin e Durrësit për kullat Alabar, me magazinat e rezervave në Elbasan, me repartet ushtarake dhe me çdo aset tjetër publik që Rama e ka përdorur si mall pazari politike klientelist.